sot rikthehet kampionati shqiptar dhe del kampion prap me Egnatian. Çfarë emocioni ishte këtë herë? Emocioni veçantë, sepse në fundit për këtë stërvitemi që të arrim rezultatin maksimal, që dalim kampion edhe ja arritëm pasi viti shumë të lodhshëm nga çunat, sepse unë të 4 muajt e fundit isha, por gjithsesi isha pjesë e vështirë, pjesë e formulës edhe jam shumë i lumtur për këtë arritje me këtë grup fantastik djemsh. Thuaj drejtën, shihemi shumë kampionatin e Partizanin apo ky me Egnatian? Po ndaje ma jep drejtën. Të dyja. Nuk ka një që shion pak vetëm. Apo fitoria 4-0. Shko, ndoshta Partizani ishte i pari, nuk e di si ndjesi, ndërsa kjo është e përsëritur, plus them drejtën me Egnatian, sikur e kisha përshmërit më të larta që do dilni, sepse grupi ishte më i pjekur, kualiteti shumë i mirë, edhe sikur e prisam shumë, ndërsa me Partizanin gjatë rrugës, domethënë e kuptuam. A do doja ta kisha pat përballë finale ndoshta? Them drejtën, nuk do më intereson as si kundërshtar finale. Doja vetëm ta fitoja, siç bëm sot. Kur ishim me Bernardin të ndeshje, bëri gacmim, tha nxori sot minutat fundit se ka hallse ngatron fanellën dhe bën golin në porta tjetër. Shumë thoshën me çunat e ndeshja e parë që kam luajtur kundër Partizanit, po paktën e gjeta portën, nuk i ngatrova fare. Elion, turojmë për kampionatin edhe ndoshta nuk e di, transferim vend tjetër apo të shohim mirë. Futboll asër si dihet, çan do të sot, nesër asër si dihet, po gjithsesi ne shikojmë gjithmonë për më lart. Tani çdo gjë E rëndësishme është vllaj që edhe po shkojnë në një ekip tjetër do fitoj kampionatin pra se e ka këmbën e mbarë me sot. E rëndësishme është që këtu ndihem shumë mirë, kupton, është një klub domethënë që më bën që mos nxitohem për asnjë lloj gjë, sepse ndihem shumë mirë nga gjithë, nga presidenca, nga stafi, nga lojtarët. Falenderojmë shumë dhe durojmë më të mira të vijë. Faleminderit. edhe urime për çmimin. Faleminderit. Mbrojtës anësor, po goditjen e ka 300 km/h. Çfarë fletër? Na tregon pak sekrete për goditjen para se të bëjmë pyetjet e tjera. O vlla, veç del shoh portën, po shef portën kuadratin, veç bjerje. Si ka qenë memi atëherë? Ti bi portës Çik me bipa ti se. Ja, ç'është kjo? Si është emocioni për një kampionat fituar me Egnatian? Është emocioni dyfir se ne e fitum edhe këtë vit prapë me plot merit që edhe vjet edhe këtë vit domethënë të dyja kampionatet i kemi mbizotruar nga java parë deri në javë 36 dhe fitum dhe në Final Four dhe sot s'besoj se duhet me komentu fare domethënë neshin. Si u duke lehtë kjo ndeshje sotshme? Ndeshjet lehta nuk ka, po çuna dhan maksimumin edhe më vjen mirë domethënë që u arrit një fitore e tillë. Që të mos ketë as spekulime, as hamendësime. 4-0 thotë rezultati i pastër edhe Shkeçaj diskuton domethënë, nuk keçaj flet. E ndan do të cilin nga kampionatet është më tepër ai vjet apo ky? Tani gjithë kampionatet shihen. Inshallah edhe vitin tjetër do më shijojë prapë edhe më shumë. Prapë me Egnatian. Prapë me Egnatian. Albano Aleksi, kampion me Egnatian. Tani ke ngul flamur për Tiranën, ngul flamur për Egnatian. Po normalisht edhe me Tiranën kam pas zemrën sepse kam kaluar mirë me tifota, po dhe ekipi ka qenë një ekip më të mirë në Shqipëri dhe me më emër. Por Egnatian ka filluar me shkruaj historinë futbollit shqiptar dhe kjo nuk është më një gjë që mund ta thuash thjesht, po është një ëndër që ne po ndërrojmë dhe përpara ndeshjes ne kishim një javë që ishim shumë të qetë, sepse ne e dimë cilësinë e ekipit ton, pavarësisht që me sa pas stadium ishte gjithë Shkodra, por nuk lodhim tifozën në fundit. Ne jemi shumë të kënaqur me tifozët tanë që na mbështesin në ndeshje aq sa kemi dhe për këtë arsye ne japim 200% në adhurot titullin atyre gjithmonë. Tani ç'ai bën tifozëve kundërshtar që merren gjithmonë me ty dhe gjithmonë fund fiton ti? Kundërshtarëve. Tifozët kundërshtar. Mbas e kanë shef të shanjë kohës, po ata nuk e di që më motivojnë kështu dhe për këtë arsye unë nuk jam as provokues. Thjesht bëj punën time, ky është karakteri im. Në fundit një lojtar që fiton trofe nuk gjykohet, kështu që secili ngjet mendimi vet dhe i kënaqur. Rezultat 4-0, rezultati i pastër. Ishte ndeshje kaq e lehtë apo ishte ju? Ja, s'mund ta them e lehtë, por si shkoi loja, duke parë dhe cilësinë e ekipit ton, besoj se gjatë lojës filluam dhe morëm shumë besim dhe pas golit 2 atëre krijuam besim që nuk shënojmë 3-4. Por nuk ishte ndeshje thjeshtë sepse Shkodra është një emër i madh, por pavarësisht një herë tjetër për titullin kampionatit, do të presim. Edhe një gacmim fundit e kam, shijon më shumë trofeu sot apo kur bëre festimi para tifozëve Partizanit ndeshjen e kaluar? Me thënë drejtën, gjithmonë titulli pa bahet mend, sepse në Ergozhi është qyteti i vogël, po me ëndra të mëdha. Me thënë drejtën,
mbas më ai pari më shumë. Po kjo ishte një mbyllje fantastike për vitin e dytë. Tutat pranohen. Okej, pranojnë tutat, Janë- bluzën e marrin drejt. Kompletoj. Shiko, a janë me gjak? Ja më kur jo. Ha? Apo kështu fitohet kampionati? Jo, kampionati fitohet me futboll, jo me gjak. Jo, po duhet luftosh pak. Po normal. Tani gjithë vitin ke luajtur për shokët e ekipit. Sot e bërë edhe një gol vet, bërë mbylljen më të bukur. Si ishte emocion? Ishte një emocion shumë i mirë, sepse dolëm, konfirmuam atë që e kishim përjetuar gjatë 36 javëve, thjesht të hoq me kupën, se kampioni ishim bërë që në mbyllje kampionatit. Pra ti thua thjesht e but vulën. Po, thjesht i vëmë vullet në asaj që kemi kalu 36 javë. Si ndihet Ujka në përfundimin e këtij sezoni? Ndjehet shumë mirë, i plotësuar me fitimin e kampionatit edhe tani presim pushimet, pastaj të kthehemi edhe të vazhdojmë Europë. Po i neshje dominuar komplet 4-0, neshje tepër e bukur dhe rezultati saktë. Tani, unë do të di çfarë ndodhi me Dinamo vëlla, se këtë e shkatrruti. Me Dinamon edhe besoj edhe ajo njëshe ishte njëshe shumë e bukur, sepse u lut shumë futboll dhe shkoj deri me penalti, pastaj penaltit janë fat. Edhe për Ignatjen, për se ka shkuar penalti nuk ka pas fat të penaltit, e njëjta gjë ndodhe me Dinamo. A e keni pak shumë peng që se morët atë kupën? Me thënë të drejtën, po t'i paraspershonin të dy trofeja, kupën e kampionatin, do thonin kampionat. Qëse do të merrin kupën e pastaj do humbin kampionatin, do mërzitja më shumë. Por rëndësi ka si morën kampionatin edhe jam shumë i lumtur. Tani ndeshja ishte 3-0. Po t'ishte Ujka, ndeshja ishte 0-0. Do e gjuaj vetë apo do e pasoje? Se ti e ai lojtari që pason aty në atë moment. Këtë herë gjujte. Me thënë të drejtën, në atë moment si dola, do më thënë tek e tek me lojtarin e me portën, edhe po t'ishte 0-0 do e provujem. Do e provoj dhe Po, doli mirë. po. Në finale për i herë provorovi. Sergio, ne durojmë gjithë mirat. Do vëm të studio këto. Si ç'është? Jo nuk do e live. Nuk do e live fare. I am Barcelona fan, but you know. This is life sometimes, huh? Inter merr. Ciao. E di që ti e ke batuta. Më shumë është e hidhur humbja po do se po humbja vllaznisë, pa të drejtë. Vere, se unë kam e pëllëtu që do shaj. Po. E jepi? Jo. Jepi ta bëjmë me bip. Po tash i çfarë do bësh? Tash kjo më thot mua njësoj, shto të humbja, Jo, kush të dha më shumë humbje. kush të dhe më shumë, po tani. Dita ajo është 2 metra, normal që unë i thash të pojna për Donovin. Po ç'ne me vllaznisë unë të di që ai më skërbeu. Po më ftoj presidenti Kjo e Nazmis. rregull. Tani presidenti i Ignatias sta do të marrë Champions League. Për ndeshjen e parë. I nati të shto të gjithë të më marrin Allah. E rregull. Po unë jam i popullit to. E vërtetë. E vërtetë gjithë Do mirë. me thënë, unë jam me të gjithë. Do me thënë, përveç, jo më dhe ata më duan, edhe rilindas nuk më kanë aqina. Ora Benardi, e ke pa Benardi, ku ngeri Benardi më? Shpirti. Po më Cilla Pi. e Ne ta morëm ta çojmë emisioni e burr. se kjo është e jona. Po, Si është e juaj, po më, prit vlla? më. Po prit ta marrin pa. Po kupën më. Kupën më. S'ka pasi medalje të pak. Po fanell morë ti? Fanelle. Hajde marrim A Ujkën. kam ne fanell? Ándale!